Në një rrëfim të jashtëzakonshëm dhe plot detaje historike, ish pedagogu i Akademisë Ushtarake Ylli Mici ka zbardhur një nga kapitujt më pak të njohur, por vendimtar të historisë moderne shqiptare, stërvitjen sekrete të grupeve të para të luftëtarëve të Kosovës në Tiranë në vitin 1991. Në qendër të kësaj dëshmie qëndron figura e komandantit legjendar Adem Jashari, i cili së bashku me 105 vullnetar të tjerë mori përgatitjen e parë ushtarake profesionale nën kujdesin e shtetit shqiptar, në një kohë kur rajoni po zjente nga fillimi i shpërbërjes së Jugosllavisë. Sipas dëshmisë së Micit, operacioni për stërvitjen e djemve të Kosovës ishte një ndërmarrje top sekret e urdhëruar drejt për drejt nga presidenti asaj kohe, Ramiz Alia, pas një takimi strategjik me liderin e Kosovës, Ibrahim Rugova. Ishte vjeshta e vitit 1991, një periudhë tranzicioni e brisht për Shqipërinë kur komunizmi po binte dhe pluralizmi sapo kishte nisur, por shteti shqiptar ndonse në vështirësi ekonomike dhe politike, mobilizoi gjithë strukturat e tij të mbrojtjes për t'i paraprirë rrezikut të një lufte në Kosovë. Mici tregon se stërvitja u zhvillua në zonën e Surrelit në periferi të Tiranës, në një bazë logjistike të ushtrisë shqiptare, larg syve të kureshtarëve dhe spionazhit të huaj. Oficeri Mici, i cili ishte përgjegjës për përgatitjen e zjarrit dhe njohjen e armatimit, përshkruan me emocione të forta takimin e parë me legjendarin Adem Jashari. Ai e portretizon Jasharin jo thjesht si një vullnetar të zakonshëm, por si një lider të lindur, me fizik imponues dhe karakter të eshtur, por jashtëzakonisht të vendosur. Një nga provat më interesante që Mici paraqiti në studio ishte fletorja e shënimeve, e mbajtur që nga viti 1991, një dokument autentik ushtarak, ku regjistroheshin rezultatet e qitjes. Aty emri Adem Jasharit figuron i pari, me rezultate të shkëlqyera në të gjitha llojet e armëve, nga pistoletat e automatiku dhe tek mitralozi i lehtë. Këto shënime hedhin dritë mbi përgatitjen e lartë ushtarake që heroi i Kosovës kishte marrë vite para se të niste rezistencën e armatosur në Drenicë. Intervista zbulon gjithashtu detaje logjistike dhe operacionale të panjohura më parë. Grupi i përbërë nga 106 djem kryesisht nga Kosova, por edhe nga diaspora dhe Maqedonia, ju nënshtrua një regjim intensiv ushtarak që zgjati një muaj. Ata u trajnuar në taktikat e këmbësorisë, përdorimin e armëve të ndryshme, lëndët plasëse dhe marshimet e gjata. Mici thekson se ky grup nuk ishte thjesht një grumbullim njerëzish, por bërthame asaj që më vonë do të njihej si ushtria çlirimtare e Kosovës. Mes emrave të stërvitur figurojnë edhe figura të tjera madhore, si Ilas Kodra, Sali Çekaj dhe Zahir Pajaziti. Një moment ky që i rrëfimit është dekonspirimi i operacionit dhe ndërprerja e tij. Sipas Micit, pas dy grupeve të para, informacioni rodhit e shërbimet sekrete të Jugosllavisë, UDB-ja e asaj kohe, kryesisht përmes arrestimeve të disa vullnetarëve, të cilët ktheheshin në Maqedoni. Kjo solli ndërprerjen e stërvitjes për grupet pasuese, për të evituar incidente diplomatike dhe rrezikimin e jetës së vullnetarëve. Megjithatë, efekti ishte arritur. Adem Jashari dhe bashkëluftëtarët e tij u kthye në Kosovë të armatosur, jo vetëm me automatik Kalashnikov të dhuruar nga shteti shqiptar, por mbi të gjitha me një uri taktike dhe ushtarake që do të rezultonin vendimtare në luftën e Kosovës. Rrëfimi i Ylli Micit shkon përtej aspektit ushtarak, duke prekur edhe dimensionin njerëzor. Ai tregon për vizitat e fshehta të Adem Jasharit në shtëpinë e tij në Tiranë, drekat e përbashkëta dhe bisedat e pakta, por tepër domethënëse. Ylli Mici kujton me dhimbje momentin kur mësoi për rrethimin dhe rënien heroike të Jasharajve në prekaz në mars të vitit 1998, duke e lidhur imazhin e heroit në televizion me djalin e ri, trup madh dhe të eshtur, që ai kishte stërvitur 7 vite më parë. Kjo dëshmi shërben si një dokument i rëndësishëm historik, duke konfirmuar rolin institucional të shtetit shqiptar në themelet e lirisë së Kosovës, përtej retorikës politike të ditës.